Kandidati për kryetar i komunës së Gostivarit nga koalicioni Vlen, Nevzat Bejta, gjatë një preskonference me gazetar, sërish ka hedhur akuza ndaj udhëheqësisë së kaluar të kësaj komune. Bejta, me këtë rast, ka shfaqur një dokument për rrugë dhe sipas tij, i njëjti është nënshkruar por nuk është realizuar. Me këtë, kandidati Bejta tha se është dëmtuar buxheti i komunës së Gostivarit. Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugëve lokale dhe rrugëve në komunë. Tenderin e kam bërë 700.000 euro. Asë një herë nuk është bërë asë rikonstruimi, asë rehabilitimi një ndonjë rrugë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Kompania e tjera e ka marrën punën, është kompani nga Shkupi. Mirëni me mend, për t'i sjellur mjetët edhe punëtorët për të bërë rehabilitimin dhe rikonstruimin e rrugëve në komunën e Gostivarit, duhet shumë kohë. Ata asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk i kanë parë rrugët, a parat nga buxheti i komunës të nënshkruar nga Limani i kanë marrë. Nga koalicioni Vlen kanë bërë të ditur se nesër në Qendrën për Kulturë në Gostivar do të mbahet konventa promovuese e kandidatit Nevzat Bejta dhe aty do të shpalosë dhe vizionin për komunën e Gostivarit.